temë kryesore këtu do duhet të ishte se si të merremi me çështje të sigurisë, jo vetëm kuptimin e mbrojtjes të integritetit territorial dhe të sovranitetit, të sigurisë në kuptimin e sigurisë energjetike, të sigurisë energjetike, të sigurisë ushqimit, se nuk e dim se si mund të çorëditet bota edhe matutje, edhe të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ne kem kriza të brendshme ku realisht e kanë konzumuar idenë bazike për çka na jemi në politik. Vjetë kem pas 60 seanca për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe nuk arritëm. Tash jem duke shpenzuar 4 muaj, janarin, shkurtin, marsin, prillin për ta zgjedhur presidentin dhe nuk kemi zgjedhjen për të ditë me zgjedhur presidentin e vendit. Pse? Pse ka një njeri i cili nuk ka vullnet politik. Kjo nuk ka të bëjë me PDK, ka të bëjë me zotin Kurthi vetë. Zoti Hoxha, më lejo të falenderoj shumë për pjesëmarrjen sonte në Politiko dhe ishte kënaqësi.